Miq, ju përshëndes. Një nga ngjyrat më të bukura të karrocave Momo, historikisht ndër vite, sepse ka vite që ne punojmë me Momon, ka qenë kjo ngjyra mente pastel. Vazhdon të jetë një nga ngjyrat më në mod. Është ngjyrë që përdoret unisex edhe për goca edhe për çuna, dhe në këtë kombinimin me karrocën Harmony vjen një dashuri e vërtet. Kjo është një nga karrocat e mia të preferuara. Është kthyer në një nga karrocat e mia të preferuara. Si që shikoni, ka një suspension shumë të mirë, koshi ka një formë shumë të bukur dhe është e gjitha e veshur me tapiceri. Pjesa e aksesorëve këtu ka komplet mbyllje, në brendësitë e saj është me pambuk, me dyshek të rehatshëm. Dhe gjithashtu është e pajisur edhe me çantën e sendeve të bebit dhe në aksesorë siç janë mushama, shiu, rrjet insektesh dhe kjo gota që vendoset për të mbajtur biberonin. Përmban këtë koshin që është kosh Soggiolino, që vendoset këtu në karrocë, por mund të montohet edhe në makinë sipas skemës që kemi të vendosur këtu poshtë, me anë të ripave të sigurimit. Janë edhe shumë e bukur me këtë, po edhe keni praktike sa herë që dini. Dhe tani koshi Passeggino, i cili përdoret edhe me fytyrë nga nëna edhe me fytyrë nga rruga, e kemi me sistem shtrirje dhe gjithashtu edhe me mbulesën dimërore për këmbët. Ka një palosë shumë belet. Dhe është në vlerën 750.000 lekë, seti 3 bashkë me aksesorët.